Kur djali im mbushi 4 vjeç, filloi të thoshte gjëra që s'kishin sens për moshën e tij. Një natë, ndërsa po luante me makinat, u ndal, më pa dhe tha: "Kam qenë burr. Quhesh Arifat. Kam vdekur në 1991. Shtëpia ime mori flag. Mendova se ishte lojë. Por kur e pyeta më shumë, më tregoi emrin e një fshati që nuk ja kishim përmendur kurrë. Madje tha: kisha një motor që nuk më la të futesha në dhomë, për këtë jam mërzitur ende." U bë serioz. Nuk fliste më si fëmijë. Në sytë e tij ishte një lodhje që s'ia shkon një 4 vjeçari. Vendosëm të shkonim në fshatin që përmendi. Në arkivat e vjetra, një burr me emrin Rifat kishte vdekur vërtet në vitin 1991 në një zjarr shtëpie. Kishte një motor që ende jetonte atje. Kur e pam, djali nuk foli. Vetëm i tha: "Ti nuk më hape derën atë natë." Që prej asaj dite, djali nuk foli më kurrë për Rifatin. Por natën, kur flet në gjumë, flet si burr. Me një zë tjetër. A besoni se disa fëmijë mund të kujtojnë jetën e kaluar? Na thuaj në komente dhe kliko abonohu për më shumë histori të vërteta, të pazakonta dhe të pabesueshme.